gjyqësor, unë zotin Astrid Kalaja, të ndjerin Astrid Kalaja, e njoh personalisht, është ashtu si që gazetari juaj në terren e përshkroi profilin e tij, është një nga profesionistët më të mirë, është një nga njerëzit më human, është një nga njerëzit më të papërfolur, për dijenin e publikut ka kaluar edhe Komisionin e Kontrollit të Pastërtisë, pra të vettingut, në tërsinë e vet nuk njihej kur për një njerëz që e bënte të bardhën të zezë dhe anasjelltas, dhe për aq më tepër në një qytet ku ai ishte rritur dhe kishte gjithë karrierën e tij. Por në një përshkrim shumë të shkurtër që bëri edhe bashkëpunëtori juaj në studio, realiteti është që dy kryetar bashkisë të njëjtës parti kanë marrë dy vendime të ndryshme. Pra, një bashki e vitit 92 ja jep banorëve, bashkia tjetër ja jep pronarit. Dhe për dijenin e publikut, objekti nuk ishte ndërtuar nga ai që pretendon që është pronar. Objekti është pronë shtetërore, ka qenë ndërtuar nga shteti gjatë sistemit komunist, dhe më pas asnjëherë nuk është privatizuar, ka vazhduar objekt. Pra nuk i ka kaluar procesin e kthimit të pronave. Nuk ka kaluar. Pretendohet vetëm që ky është pronari i Truallit, por edhe për çështjen e pronësisë të Truallit është i diskutueshëm për sa i përket kontraditave që janë konstatuar nga gjyqësori.